që fatkeqësisht ende nuk ka asnjë reagim pi anës tyne edhe pse brenda 72 orë kemi 4 vrasje, domethënë s'kena asnjë reagim pi anës tyne, domethënë nuk e shohin as pak shqetësuese, e kanë marrë si normale këtë gjendje. Domethënë unë mendoj se këto organet e drejtësisë domethënë duhet të marrin masa parandaluese në këto, domethënë të angazhohen në mbastisje domethënë për me marrë armë të paletë, domethënë armë ilegale që janë një numër të madh, domethënë sipas disa danave janë mbi 230.000 armë domethënë në Kosovë pa leje. Edhe të merren të angazhohen më shumë qytetarë, domethënë të motivohen qytetarët që të raportojnë rastin. Se ngurron shumë qytetarët e Kosovës pavarësisht se janë prezente, janë ndjeni se është një person është duke kryer një vepër penale, ngurrojnë që të raportojnë një vepër penale për shkak se ata nuk shpërblehen për atë veprim që e kanë bërë, domethënë që e kanë parandaluar një vepër që ndodh një vepër penale, por ata maltretohen vazhdimisht, domethënë në për intervista si dëshmitar, ka raste që edhe kërcënohen nga familjarët e kryerësit apo nga kryerësi direkt sepse ke raportu apo ndikim në deklaratën e tij, domethënë shteti nuk po siguron një ambient domethënë të sigurt për qytetarët e Kosovës që të raportojnë se ka armë, është ka ndodhur një kalose, ka raste që edhe në rrugë jena prezent që është ka ndodhur një kalose apo një përleshje, domethënë ne e shohim si normale, e kthejmë kokën edhe domethënë nuk reagojmë. Unë mendoj se nuk është problemi vetëm te institucionet e Kosovës, domethënë as te vetëm te sistemi i drejtësisë, është edhe tek ne si shoqëri, mënyra se si i shohim, domethënë te rastet e dhunës në familje, domethënë pothuajse është normalizuar. Unë mendoj se kjo po ndikon shumë, sidomos te të rinjt, te të miturit, domethënë ata po rriten me një ambient toksik dhunës, edhe çfarë dhunë e shfaqin edhe në shoqëri, në rrugë, edhe mendojnë se zgjedhja e problemit është vetëm me dhunë. Edhe këto si rezultati krejt tyne edhe në shkolla, domethënë e përmendni edhe parafolsi domethënë të armët, këto institucionet nëse të thikat të këto në çantë i gjojnë për shkolla, domethënë këtu nuk është problem institucioneve, është problem fillimisht është te prindërve, domethënë çaj fëmijë ai ka dalë pi shtëpie, pse prindët nuk kanë kujdes me kontrollu çantën, të jenë vetëdijshëm se ku po shkon fëmia vet, me kon po shoqërohet, çka ka me vete, domethënë nuk është vetëm një faktor që po ndikon në këto ngjarje, janë shumë faktorë. Po.